në mënyrë të pandërgjeshme edhe pa dashje u bëra pjesë e sistemit që unë jam kundra ose që nuk e mbështes. Ky sistem vlerash që politika duhet të jetë vetëm për you're being too hard on yourself, I think. Pra, domethënë një person që I looked up to nuk e mbështeta sepse nuk ishte më i ngjashëm me personin që unë e shikoj si antivlerë. Është komplet, është ai niveli i hipokrizisë. Jo. Unë mendoj se po tregohesh shumë i ashpër me veten tënde, domethënë me lejo të kundërshtoj civilisht në këtë pikë, sepse unë nuk mendoj se ti e ke bërë që jo, po ky nuk e bën dot lojën e Rion Velia, prandaj nuk është i dur, por ti e ke menduar nga ana e mirë, nga ana e dashamirëse kundrejt Gerdit, kur ke thënë që shifet se ky është literally too good for this, e kupton? Duhet ky nuk i përshtatet, se ne vërtet themi vëlla që kur ti thua që nuk e bën të lojën e Rion Velis, ajo çfarë në të vërtet ti po thua është që ky nuk është clown mjaftueshëm për votuesit plak. Këtë po thua ti. E ke parasysh që literalisht që shumica ata që votojnë një pjesë e mirë edhe mbase për mos treguar edhe ne kështu qeshara tash, domethënë mbase një pjesë e mirë dhe nuk e meritojnë në burse, nuk e kuptojnë. E ke parasysh, edhe nuk e kuptojnë në burse, të kesh një program të mirë fill të tjerë mos të dalësh të bësh foto me nënat e lagjit. E thonë të keqin nëna sa e mirë që ai puçi dorën, të keqin të keqin buçko. E parasysh. Po ai një njerëz që si bën ato. Një njerëz që si bën ato, e ke parasysh